Dashi. Nëse i dëgjoni këshillat që do ju japin të tjerët, do dilni të fituar sot. Tregohuni edhe sa më realist. Ju të dashuruarit do mundoheni të bëni të pamundurën që ta përmirësoni sa më shumë jetën tuaj në çift dhe me pak sakrifica do ja dilni mban. Për ju beqarët nuk do ndodh asgjë e rëndësishme, kështu që do ju duhet të prisni edhe pak. Në punë do ju realizohen të gjitha objektivat që i kishit vënë vetes dhe do ndiheni të përmbushur. Suksesi do ju jap më shumë shtys për të bërë përpjekje edhe për të ardhmen. Saturni do jetë planeti që do sjellë vështirësi në planin financiar. Gjendja nuk do jetë as pak e qëndrueshme dhe me zor do kryeni edhe shpenzimet më të nevojshme. Shëndeti, shmangni ngarkesat e tepërta fizike sepse lodhja mund t'ju rëndojë gjatë ditës. Përfitoni nga çdo mundësi për pushime të shkurtra. Këshilla, ruani qetësinë dhe mos i shpërfillni mendimet e mira që vijnë nga të tjerët, sepse sot do jenë vërtet të vlefshme. Demi. Edhe pse her pas here do tregoheni më të hapur se sa duhet, në përgjithësi dita e sotme nuk ka për të pasur probleme. Nëse keni një lidhje, klima në jetën tuaj do jetë shumë e ngrohtë. Do ndiheni më të dashuruar se kur ndonjëherë më parë dhe të lumtur që keni dikë si partneri në krah. Ju beqarët do keni veçse mundësi për aventura kalimtare, asgjë më shumë se sa kaq. Në punë do jeni këshillues shumë të mirë dhe nuk do bëni gabime. Meta në krah mund të shkoni shumë larg. Financat duhen menaxhuar me përpikmëri dhe kujdes të madh sepse në të kundërt situata mund të përkeqësohet. Shëndeti, tendosja mendore mund të jetë e lartë sot, kështu që shmangni debatet e panevojshme dhe organizoni më mirë oraret. Këshilla, mos jepni më shumë se ç'duhet nga vetja, disa gjëra duhen mbajtur për vete. Binjakët. Fal Jupiterit jeta juaj do jetë më e bukur sot dhe do mendoni shumë më pozitivisht nga më parë. Nëse keni një lidhje dhe doni që të kaloni çaste të këndshme me partnerin tuaj, mundohuni t'i vini ka pak së shkuarës dhe të mendoni vetëm për të ardhmen. Ju beqarët nuk do ndiheni ende gati për të pasur njohje të reja dhe do humbisni kështu mundësi të shkëlqyera. Në punë do jeni shumë kureshtar dhe të gatshëm për të provuar edhe sfida të reja. Priten zhvillime mjaft pozitive që do ju lumturojnë pafundësisht. Me shpenzimet bëni sa më shumë kujdes. Po i shpenzuat të gjitha parat, tani nuk do dini çfarë të bëni më vonë. Shëndeti, energjia do jetë e lartë, por kujdes me gjumin, mos e anashkaloni, përndryshe do ndiheni të shpërqendruar. Këshilla, mos u mbyllni në vetvete, sepse mundësitë e mira sot janë më afër se ç'mendoni. Gaforja. Cilat do të kenë qenë vështirësitë në jetën tuaj, sot do mund t'i kaloni sa hap e mbyll syt. Do jeni më larg pamës. Ju të dashuruarve do ju duket vetja sikur jeni në përëndra. Do mahniteni nga mënyra se si do ju trajtoj partneri dhe nuk keni asgjë për çfarë të ankoheni. Ju beqarët nuk duhet të ndërmarrin rreziqe të mëdha vetëm për ta ndryshuar statusin sepse nuk do ja vlej. Në punë do i bëni ëndrat realitet. Pas shumë përpjekjeve do arrini të fitoni pozicionin që keni dashur dhe do futeni në një etapë të re. Financat do jenë tej mase të trazuara, kështu që duhet bërë me kujdes çdo lloj lëvizje në këtë sektor. Shëndeti, shmangni ushqimet e rënda dhe kujdesuni më shumë për sistemin tuaj nervor, pasi emocionet mund t'ju lodhin. Këshilla, mos harroni që gjërat e mira duan kohë. Besoni proceseve dhe qëndroni me këmbë në tokë. Luani. Sa do t'i jepni kuraj vetes, shpesh do gjendeni në situata të vështira sot. Gjërat nuk do ju ecin ashtu si i kishit menduar. Për ju të dashuruarit do ketë momente shumë të mërzitshme dhe të lodhshme. Rutina do ju pushtoj gjithë kohës dhe në disa momente do ju duket sikur mezi do merrni frym. Ju beqarët do argëtoheni gjithë kohës me miqe të njohur dhe nuk do e keni mendjen për të kërkuar princin e kaltër. Në punë do ju bëhen shumë premtime, por nuk duhet t'ju besoni verbërisht. Disa vetëm sa do ju provokojnë për të parë si do reagoni. Financat do i keni më tepër nën kujdes dhe gjendja do filloj të ketë disa përmirësime të vogla. Shëndeti, stresi mund të peshojë më shumë se zakonisht. Mbani ritëm të qetë dhe shmangni tendosjet emocionale. Këshilla, mos kërkoni përgjigje të menjëhershme.
Disa gjëra duhen parë me qetësi dhe durim. Virgjëresha. Do jeni goxha të ndjeshëm sot dhe çdo kundërshtim që do ju bëhet do ju lëndoj. Mundohuni të mos e merrni asgjë personale. Për ju të dashuruarit do jetë një ditë plotësisht rutinë kjo e sotmja. Do mërziteni tej mase dhe mezi do e shtyni çdo moment. Ju beqarët do jeni gjithkohës në lëvizje për shkak të punës dhe ka mundësi të realizoni takime interesante. Nuk duhet të lini asnjë mundësi t'ju ik nga duart. Në punë do keni mosmarrëveshje të shumta me disa kolegë që do mundohen t'ju bllokojnë rrugën për të ecur përpara. Buxhetin duhet ta riorganizoni me kujdes sepse vetëm në këtë mënyrë situata do stabilizohet. Shëndeti, pjesa emocionale do jetë delikate sot. Bëni aktivitete të lehta që ju qetësojnë mendjen. Këshilla, mos e lejoni askënd t'ju vërë në dyshim vlerat. Qëndroni të fortë dhe mos harroni objektivat tuaja. Peshorja. O sot, o kur. Ka ardhur dita e ndryshimeve dhe marrjes së vendimeve, kështu që bëhuni gati. Për ju të dashuruarit është momenti ideal për t'u afruar sa më shumë me partnerin tuaj. Po nuk e bëte këtë gjë do pendoheni tej mase më vonë. Ju beqarët do dini si ta bëni për vete dikë që pëlqeni dhe shumë gjëra kanë për të ndryshuar rrënjësisht në jetën tuaj. Në punë do I keni të gjitha mjetet për të arritur atë që dëshironi, kështu që mund t'ju realizohen planet. Edhe kolegët do ju japin një farë mbështetjeje. Financat nuk do I mbani dot të stabilizuara sepse dëshira juaj për të kryer shpenzime gjithkohës do jetë e papërmbajtshme. Shëndeti, kujdes me lodhjen mendore dhe impulsivitetin. Merrni frym thellë përpara çdo vendimi të rëndësishëm. Këshilla, mos veproni me ngull. Mendoni 2 herë përpara se të hidhni hapin e radhës. Akrepi. Gjatë kësaj dite mund të kaloni edhe momente pesimiste dhe nuk do ndjeni mirë, megjithatë gjithçka do kaloj fal mbështetjes së miqve. Nëse keni një lidhje mundohuni të tregoheni sa më realist dhe mos e idealizoni shumë atë që keni në krah. Në këtë mënyrë nuk do përballeni as me shgënjime. Ju beqarët do keni disa takime, por asnjë nga personat nuk do ju pëlqej aq shumë sa për të filluar një lidhje me ta. Në punë do jeni shumë serioz dhe nuk do gaboni në asnjë moment. Çdo gjë do ecë si duhet. Financat nuk do jenë të këqija, por rekomandohet të mos jepni para hua sepse shumë shpejt do ju nevojiten më tepër për vete. Shëndeti, energji të ulta dhe luhatje humori. Shmangni situatat e lodhshme dhe kërkoni qetësi. Këshilla, mos e ndani veten nga të tjerët, sot mbështetja e njerëzve të afërt është çelësi. Shigjetari. Nëse nuk mundoheni të gënjeni dhe I bëni gjërat si duhet, jeta juaj do ecë më së miri. Për ju të dashuruarit dita e sotme do jetë e veçantë dhe as pak problematike. Çdo gjë ka për të ecur ashtu si e keni ëndërruar gjithmonë. Nëse jeni beqar duhet të bëni kujdes me çdo hap që do hidhni, pasi jo të gjithë personat janë ashtu si duken. Në punë, ashtu si të gjithë, edhe ju do bëni gabime. E mira është që t'i pranoni ato dhe të bëni të pamundurën për t'i zgjidhur. Sa më shumë të vonoheni për këtë gjë, aq më keq do jetë. Buxhetin do e keni më tepër nën kujdes dhe do mundoheni ta riorganizoni në mënyrën e duhur. Situata do përmirësohet goxha. Shëndeti, energjia do jetë e mirë, por keni kujdes me pakujdesit fizike dhe lodhjen e muskujve. Këshilla, pranoni gabimet dhe shndërrojini ato në forcën tuaj më të madhe. Britsjapi. Gjatë kësaj dite duhet të tregoheni të kujdesshëm me çdo gjë sepse situata do ju dalë jashtë kontrollit tërësisht. Nëse keni një lidhje bëni kujdes me xhelozinë e tepruar sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit dhe do keni probleme serioze më pas. Ju beqarët do jeni të hallakatur dhe nuk do e keni as pak mendjen për të filluar një lidhje. Në punë do ndiqni strategji strikte dhe çdo gjë do ju realizohet më së miri. Disa kolegë madje do ju kenë zili. Financat do arrini jo vetëm t'i stabilizoni, por edhe do I përmirësoni ndjeshëm. Shfrytëzojeni rastin për të shlyer borxhet dhe për të hequr disa para mënjan. Shëndeti, dita mund të sjellë tensione fizike dhe emocionale.
Pushoni sa herë që ndjeni lodhje. Këshilla, mos përqendrohuni tek problemet e vogla. Synoni qëllimin kryesor dhe qëndroni të ftohtë. Ujori. Ditë me re do jetë kjo e sotmja për ju. Në shumë momente madje do ju duket sikur problemet nuk do kenë të mbaruar. Nëse keni një lidhje, jeta juaj në çift do përballet me sfida goxha të forta dhe do merrni vendime vërtet të rëndësishme. Përgatituni për gjithçka që mund të ndodhë. Ju beqarët nuk do lodheni as pak për ta gjetur personin e duhur, sepse ai do jetë më pranë nga sa ata e kanë menduar. Në punë do keni shumë ide në kokë, por do e keni të vështirë t'i vini në zbatim. Kërkoni ndihmë pa druajtje. Hëna do ofrojë mundësinë që financat të përmirësohen gjithnjë e më shumë. Shëndeti, stresi do jetë i pranishëm. Kujdesuni për gjumin dhe hidratimin. Këshilla, mos keni frikë të kërkoni ndihmë. Sot bashkëpunimi është shpëtim. Peshqit. Do jeni shumë të shoqërueshëm dhe të dashur gjatë kësaj dite. Nuk do I vini re synimet e këqija të disa personave dhe mund të lëndoheni. Nëse keni një lidhje, edhe pse të afërmit do ju paralajmërojnë, ju sërish do e ngrini në piedestal partnerin tuaj. Kjo ka për t'ju sjellë zhgënjime dhe mërzitje të mëdha. Për ju beqarët do ketë plot takime, por do duhet kohë për njohje sa më të mirë para se të hidhni hapa të rëndësishme. Në punë do keni aleat të fortë, prandaj do I realizoni një nga një të gjitha planet që keni bërë. Falenderojini sepse pa ta nuk do mundni dot. Sektori I financave do jetë goxha I privilegjuar, kështu që edhe po shpenzuat pak më tepër nga zakonisht nuk do keni tronditje. Shëndeti, emocionet do jenë të forta dhe mund t'ju lodhin. Bëni aktivitete që ju qetësojnë. Këshilla, mos I lini ndjesit t'ju verbojnë. Shikoni faktet me qetësi dhe kujdes. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi I personazh.